Zoran Zaev mbetet në garë për kryetar të ri të partisë opozitare maqedonase LSDM. Një vendim I tillë I Zaevit ka ardhur pas takimit me përkrahësin e tij më të afërt Radmila Shekerinska. Zaev kishte paralajmëruar tërheqje nga gara për kryetar të LSDM-s për shkak të ndarjeve të brendshme në parti dhe përçarjeve të cilat I ka shkaktuar procesi I zgjedhjes së liderit të ri. Pas rikthimit në garë, Zaev ka apeluar për unitet dhe bashkim në parti. Përveç Zaevit, kandidaturat e tyre I kanë konfirmuar edhe Zoran Jovanovski, Igor Ivanovski, Kiren Naumov dhe Tanja Tomic. Situatën në LSDM, Branko Crvenkovski po e përcjell I heshtur. Ai akoma nuk ka komentuar përçarjet në parti, e as nominimet nga 15 këshillat komunale dhe mbledhjen e mbi 10.000 firmave për mbetjen e tij në krye të partisë. Nga media të ndryshme maqedonase përsëritet teza se Branko Crvenkovski mund të mbetet në krye të LSDM-s, në emër të insistimit të antarësisë. Një gjë të tillë paralajmëroi edhe ish lideri I LSDM-s dhe ish kryeministri Vlado Buçkovski në emisionin Rruga drejt në Alsat. Собирањето потписи, само еден кандидат Црвенковски у 15 општински организации, тоа остава една горчина кај мене дека се манипулира и се заскриваат многумина за членството, а членството за жал сака СДСМ повторно да биде силна партија. На овој начин кога никој не го прашува членството, туку делегатите кои не се познати и за членството, кои треба да ги пренесат ставовите на базата кои одлучуваат на 2 јуни, можно е, а ја тоа не го посакувам, овој конгрес на СДСМ да биде вовед во дополнителни поделби и да ја внесе СДСМ во уште поголема криза. Gjatë ditës së sotme askush nga LSDM-ja nuk ka komentuar rrjedhën e procesit të kandidimit. Pritet që kandidaturat për kryetar të partisë të përfundohen dhe të shpallen para opinionit më 15 maj.